Selamu alaikum, ky është mesazhi 63 një minutësh. Pronari një varke e dërgoi barkën e vet që ta lyente të një mjeshtër dhe të nesërmen, pasi puna ishte përfunduar, e pagoi mjeshtrin dhe mori varkën e u kthye në shtëpi. Pas disa ditësh shkoi te mjeshtri dhe i dha një shumë jashtëzakonisht të madhe të parave që ishte shumë fish më shumë se sa ç'kishte kushtuar puna dhe mjeshtri mbeti i habitur. Tha po ti më pagove për punën që e kisha bërë. Megjithatë i tha pronari, dua që ta marrësh se ti nuk e di shërbimin jashtëzakonisht të madh dhe ndihmën që ma ke bërë. Atë ditë ta pasi e mora varkën dhe u ktheva në shtëpi ishte vonë dhe nuk e lajmërova familjen se varka kishte pasur një vrim për cilën unë harrova të njoftoj ty. Të nesërmen fëmijët herët në mëngjes kishin marrë varkën dhe kishin dalur në det të hapur për të peshkuar. Imagjino, tha, lehtësimin që e ndjeva kur u kthyen ata në shtëpi, shëndoshe mirë dhe e pash se ti e kishe riparuar vrimën pa ta kërkuar unë. Prandaj tha, merri këto para si dhuratë sepse me të vërtet ndihma që ma bëre ti mua dhe familjes sime është jashtëzakonisht e madhe. I dashuri vëlla, e dashura motër, ky mesazh na mëson se në jetë duhet të jemi mirënjohës, qoftë edhe kur shërbimi që na bëhet është riparimi i një vrime të vogël, po edhe tjetra, asnjëherë të mos ndalojmë së riparuari ne vrimat që i hasim në jetë se nuk e dim se si, nuk e dim se kujt dhe nuk e dim se sa ndihmë mund të jemi duke ofruar me atë veprim tonin të thjeshtë.